S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur në festimin e ICF Tiranës. Shiko, ore kur të ndërrojmë orarin se tash i ka zgjat dita na bëhet qef, është më mirë kur ndërrohet orari, kështu që direkt kur në kohën në fillim qershorit, kur kemi edhe vagëzimet, do ndërrojmë orarin edhe do jetë në ora 7 masdite, po do t'ju themi kur ta afroj koha ose si 4 javë përpara. Kështu që duhet të them mirë se ka ardhur ti që je për herë të parë, e duroj shumë që do kënaqesh edhe do marrësh një inkurajim. Dua të përshëndes miq që na ndjekin online, vetëm njërin pash aty që kishte shkruar, do të nxjisja edhe ty që po na ndjek. Nga po na ndjek, a do e shkruash te komente? Oreja tha, po dua të përgëzoj edhe unë skuadrën, Dream Team të mikpritjes, me Eduardo Kitje, Alida, Vini, Aleksi, Vali, Landi, kush atje? Sot ishe Nedi, Jorida, shumë faleminderit që na siguroni që mikpritja të jetë shumë e ngrohtë, se cilit ndjehet si në shtëpi dhe përgatisja të gjërat e vogla para festimit, pas festimit, është shumë qef, është shumë qef. Kështu që javën tjetër do jemi në javën e 5, edhe të kësaj seris tonë bukur jashmase më tepër. Kemi fillu këtë udhtimin e dishepullit, ndërkohë që ndjekim Krishtin, do të zbulojmë qa ka Perëndia më shumë, edhe mesazhin javës tjetër do ta ndaj Blendi, kështu që jemi gjithë pritje. Jemi gjithë pritje se si në këtë udhtimin e dishepullit, dashuria për njëri tjetrin na ndihmon të zbulojmë më shumë. Kështu që Blendo, jemi gjithë pritje, qa do të zbuloj Zoti ty, që do të na thush ne javës tjetër. Por sot jemi në pjesën e 4, edhe këtë serin e fillua me këtë pasazhin që quhet ndryshe porosia e madhe, ka gjasë ju e dini përmendsh, janë fjalët e fundit të Jezusit para se të ngjitej në qiell, edhe na la një porosi. Na la një mandat. Edhe s'është mandat 4 vjeçar. Është mandat sa të jemi në tokë. Hajde lexojmë bashkë Mateu 28, vargjet 18, 19, 20, fjalët e fundit, mandati i fundit, porosia e fundit, para se të ikte Jezusi në qiell, tha. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke u thënë, çuna. Po kështu goca do thonë çuna dhe goca, në këtë rast ishte vetëm çuna. Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, 1, edhe vargu 19, shkoni pra dhe bëni çfarë? Bëni dishepuj. Bëni dishepuj nga gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Edhe shiko, edhe kjo është porosia jonë. Krishti na la porosin, shkoni edhe bëni dishepuj. Prandaj në këtë seri, çfarë po bëjmë ne? Ne po freskojmë, po rikujtojmë, edhe ndoshta po i dëgjojmë për herë të parë, nëse i bashkuar së fundi me kishën tonë. Shiko, porosia e madhe që ka për të bërë dishepuj. Por hajde e shohim një herë me nge, çfarë do thotë të jesh dishepull. Ta marrim vesh herë vetë mirë, sa më në detaje, që pastaj ta plotsojmë porosinë e Krishtit. Vargu 20. Thot, pastaj dhe duke i mësuar të gjitha gjërat, i bëre dishepujt. Këtyre dishepujve mësoi të gjithë gjërat që unë ju kam urdhëruar. Krishti dha dishepujve të vet, edhe tha të bëni dishepuj tuaj, e njëjta gjë për ne. Ato që na ka dhënë neve, thot tash e more ti, pasoje te dikush tjetër, edhe pastaj e mbyll me premtimin, edhe ndërkohë që bëni këtë gjë, ju do jeni fillkat vetëm, vrapshi veten, gjeni anën nga doni ju. Kështu është? Jo, hap pas hapi, ditë pas dite, gjithë kohës, premtimi atit është. Nuk është mandat i rënd që të ngelet ty barra edhe ta bësh ti vetëm, sepse unë do jem me ju gjithë kohës. Në njëri mund thot, për çik si e madhe, çik si e rënd, kush e kujton 1 Gjonit 5:3? 1 Gjonit 5:3 thot kështu, sepse kjo është dashuria e Perëndis. Kur ne zbatojmë urdhërimet e tij, edhe urdhëresat e tij nuk janë të rënda. Nuk janë gjërat që na ka kërkuar ai, nuk janë të rënda dhe premtimi i tij është ndërsa ecim në këtë rrugën e zgjodhëm Krishtin, u bëm dishepull, ndërsa ecim në këtë rrugë, ai do të jetë me ne çdo ditë e do të na udhëzojë atë që ne morëm ta pasojmë këtë tjetrin. Mesazhi që kam sot është mesazhi im preferuar. E di pse është i preferuar? Sepse ka të bëjë
eksakt me kishën lokale, me këtë gjën që po bëjmë ne sot. Kështu që i mbjell në kishën time është mesazhi, i mbjell në kishën time lokale. Unë për vete e dua shumë këtë kishë, edhe sigur të flas në emër secilit për jush, edhe ju e doni shumë këtë kishë, por kush e ma amen thelbin e vizionit? Pse ekzistojmë? Pse mlidhemi bashkë? 4 gjëra, kush e ma amen? Ne ekzistojmë si kishë, një, që një më shumë njohë Jezusin. 2, e njohë që e njohë, ai të bëhet, ajo të bëhet, çik më shumë si Jezusi. Edhe e kuptoj këtë identitet. Cila është e treta? Ta jetoj jetën pa frikë, sepse di biri kujt është, bie kujt është, kush është me të gjithë kohës, edhe stabilizohet në identitetin e vete, nuk ka, e jeton jetën pa frikë, edhe së fundmi të bëj dishepuj, ose të sjell ndikim, aty ku është të reflektoj dashurinë e Perëndis, aty ku është, edhe nëse do duhet ta përmbledhësh këtë gjë, ore, kush është kisha e cëve, qa bojt e të ma thuj me 4 fjalë. Me 4 fjalë, i kam 4 fjalë. 4 fjalë të është, ne ekzistojmë një më shumë njohë Krishtin. 2, të bëhet më shumë si ai. 3, ta jetojmë jetën pa frikë. 4, të sjell ndikim aty ku është. Edhe ka shumë gjëra, pse unë e duk të kish, edhe ka gjasa që po flas në emër të shumë personave. Pse? Sepse s'kam pa kish që njerëzit vijnë para kishe. Është shumë qef. Kur vjen, edhe ndonjëherë kur vënohem se shkoj të zyrat e të rruga Kavajës me përritu mesazhin ose vonohem, edhe kur vi këtu, më duke sikur është dasëm të kaloj makina mes njerëzve, edhe do hedhë në oriz. Është shumë qef që njerëzit vinë para kohë, edhe më beso, në shumë kisha në për Shqipëri dhe më bie puna të udhtoj shumë, njerëzit vinë as në rarë. Jo më të vinë për para kohë, shumë qef, është shumë gëzim. Një që tjetër, qa është një që tjetër e bukur të kisha? Unë nuk e kuptoj se si adhurimi Rim Kurti i parkon gjithë makinat të parkimi, edhe makinat dalin shumë kollaj pastaj. Ka gjasa Rimi është supermeni. Por s'lexohet se ma gjaketën, vetëm këtë herë e ka vendosur Danieli aty. Ose shiko, sa herë që hynë dikush të dera, ose të porta, ndjet, i mirëprit, ose gocat, Fabi, Gjeni, gjithkohës janë duke menduar të bëjnë një gjë të bukur për kalamajt. Jo thjesht i argëtojnë që t'na lejnë neve rahat, për të sigurohen që marrin diçka. Andi, Petrina, Gjoj, që mendojnë gjëra unike. Edhe Andi, njëri bën mësimin, tjetri bën lojrat, si që ajo koha tjetë sa më e bukur. Ose çunat e medias, Danieli, ku është Genti, ku është Spau, ku është Arbi, ku është Redi, kush është tjetër. Se është siklet kur përmend emra, se e sigur që të harren emër. Ose goca, Dea, Esteri që merren me fotot. Pastaj është adhurimi, Arbiona me çunat. Se këtëherë, vetëm Arbiona dhe çuna ishin. Edhe kjo, banda adhurimit, po ndaja diku për ICF-n, edhe e shok nga Cërriku, tha, aman, vetëm banda adhurimit mos e quajmë. Po thash, pse? Më kujto bandat e Cërrikut. E thash, i lirë për ty nuk do ta quajmë banda adhurimit, do ta quajmë grupi adhurimit. Po është shumë qef që na drejtoni, na kujtoni, na adhurim qarë, sa i mirë Zoti. Sa i dashur Zoti. E duket sikur ata këngët i kemi kënduar 100 herë, por çdo diel duket sikur janë të freskëta prap. Edhe ndjehet prania e Perëndis. Pastaj emësia që është dikush siç ishte Oreja sot, një dorëtorkitje për Orejan sot me qira fjala, për mami Orejan, edhe do të sigurohet qartë që gjithë po e marrin vesh çfarë po ndodh, element pas elementi, çfarë po ndodh, edhe janë ndonjëherë duke ato lajmërimet, duke sikur janë pjesa më e bezdisshme e po ato lajmërimet çfarë duhen. Lajmërimet duhen për 2 arsye. Para ç'është? E para është të nxjisë ty për të përfshi, nëse ti s'ke mundësi për të përfshi, të kujtoj ty për të lutur. S'ke mundësi të shkoj të mërkurën, po më duket këtë mërkurë është kjo gjëja, edhe mund të lutesh për atë gjë. Kështu që këto janë ca nga gjëra pse e duk shumë këtë kish, po kur janë pagëzimet pastaj. Edhe pagëzimet janë me 12 qershor këtë vit. Këtë vit po nxisim kishat, shumë kisha, nuk e di se sa do bashkohen. Edhe duam të nxisim shumë kisha të bëhen pjesë, ta bëjmë pagëzimin në një datë.
Është me 12 qershor, secili do bëj pagëzimin atje te fshati vet, qyteti vet, te deti vet apo te liçeni vet, apo te lumi vet, apo kudo që i bën zakonisht, por në të njëjtën datë, edhe gjithë do kenë vesh të njëjtën bluzë. E duke sikur po do pagëzimi i madh gjithandej, edhe shumë qef. Sepse komuniteti krishter shtohet me 500-600 veta çdo vit. 500-600 veta shtohen, zgjedhin të besojnë Krishtit dhe imagjino nëse gjasat janë s'do ndodh të pagëzohen me ditë, po imagjino sikur 200-300 të pagëzohen me 12 qershore, duket të zmadhoj, të duket puna e Perëndisë që ka qenë duke bërë gjithë këtë vit. Është shumë qef, edhe ne do jemi duke ndihmuar që të ndodh kjo gjë. Kështu që do e vlerësoje nëse do luteshit për këtë gjë gjithashtu. Shiko, është nuk e di, ka shumë gjëra të bukura, edhe dunk të kish, pse? Sepse ore Krishti e do kishën. Krishti vete do kishën. Kush e di Efesianëve çfarë thot? Sa i do Krishti kishën? Çiftet e martuara do ta dinë se është pjesa e ceremonisë martësore. Krishti e do kishën, i thot, burra dojeni gratë tuaja. Ai sa Krishti deshi kishën. Sa e deshi? Ai sa dha jetën e vet. Ai sa dha jetën e vet për te. Krishti ka ble me gjakun e tij, nusën e tij. Edhe është mezi presim që ai do të vijë një ditë, edhe ta marrë nusën për ta çuar në shtëpi. Efesianëve 2:20 thot: ju i cëfista, këtë e shtova vit, jeni pjesë e ndërtesës, jeni pjesë e shtëpisë. Ne jemi pjesë e të njëjtës shtëpi, që ka si themel apostoj e profet, dhjatën e vjetër, dhe sigur të qoshes Krishtin Jezus. Ne bashkë jemi këtu në këtë që e ndërtojmë. Jemi njerëz për në ana frymërore, kjo është si ndërtesë, edhe se cili ka rolin e vetë, është tulla, është guri, është pjesë e kësaj ndërtese, edhe kësaj shtëpie. Prandaj ai flamuri kur vjen brenda lexon welcome home, si ideja është jemi shtëpi. Jemi shtëpia e Perëndisë, është familje, edhe duam shumë që secili të ndjehet si në familje kur vjen, edhe ku Krishti është guri i qoshes. Shikoj në ndërtime, guri i parë kush vjet? Guri i qoshes, sepse tregon drejtimin e ndërtesës, tregon nga do majnë ndërtesa, nga do vijë, dhe është pikë orientimi edhe për kishën, familjen e Perëndisë. Krishti është aja, guri i qoshes, dhe uroj shumë që gjithkohën kjo kish do ta mbaj këtë gjë, Krishtin në qendër, thelbin e saj, sepse është kisha është e tij, është nusja e tij. Mateo 16:18 thot kështu. Çfarë tha Krishti te Mateo 16 ku përmendet për herë të parë fjala kish? Dhe unë po them gjithashtu se ti e Pietri, dhe mbi këtë shkëm, mbi këtë gur, unë do ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin ata. Që ajo që do të thoja, shiko, asnjë gjë nuk do ta mundi dot kishën e Perëndisë. Asnjë armë e sajuar kundër saj nuk mund ta mundi atë. Çado që mund të thon lajme, çado që mund të dëgjosh është e Krishtit. Nuk mundet dot, ai është guri i qoshes, edhe asgjë s'ka për ta gjetë kishën e tij. Më shkruan një shok nga Gjermania. Edhe thot, shiko, pastor Altini, edhe më tha, është mbyll një kish tu te lagja ime në Gjermani, edhe është bërë klub. Këtej po bëhet nami këtej në Gjermani, po mbyllen gjithë kishat, po bëhen klube. E parasysh ai vetëm një kishte pa aty, po tha mbyll gjitha për shkak të kësaj njës. Edhe pyeta, shiko, okay, dakord, që mund të ketë 1000 arsye pse mund të jetë ajo mbylla e kisha aty, ka lëviz njerëzit, apo shkojnë më në kish, apo çfarë do gjë, po e pyeta, okay, por a e di sa kisha ka tashmë në Gjermania? Ose a e di sa kisha fillojnë çdo vit? Vetëm ICF fillojnë 2 ICF në vit në Gjermani. Edhe janë 60 e ca vetëm në Gjermani. Edhe Gjermania kishte total 14.000 kisha ungjillore, 9.000 kisha katolike, sa 23.000, po është mbyll një ora. Ka aty për të tërë. Ka edhe për të mbyllur, ka edhe për të forcuar, është se ndodh diçka diku, nuk do të thotë që është bën normë. Ndodhi një gaf në një kishë apo diku, Krishti do ta mbrojë kishën e tij. Edhe po menoja,
Ç'a mund të ishte një përshkrim i bukur për kishën, për nusën e Krishtit? Në fakt ne ishim në një trajnim para ca ditësh, para ca javësh i bie tamam. Edhe ishte një video e bukur që përshkruante edhe në mënyrë artistike bukur dhe me të folur bukur, edhe ju morëm leje, a mund ta japim këtë videon, kështu do doja shumë ta shohim bashkë të videon e përshkrimit të kishës. Йшла крізь століття краси та ламання, зцілюючи Sa bukur që? The church. Not a building with stained glass, not a brand, not a broadcast, but people. People like you, Kaloj me titrin shqip. like me. She's a mystery, felt more than explained. She stumbled through centuries of beauty and brokenness, of healing hands and heavy harm. She's been used and misused, called holy while hiding hurt, preaching love behind closed doors, grace with conditions, and yes, people have done terrible things in her name. She's bent under the weight of scandal and danced in the joy of second chances. She holds both funeral and feast, weeps for what was lost and cheers for what is born. She is not a monument, she is a movement, not flawless but faithful. Though bruised, she's bold. Though limping, she leads. She's been glorious. She's been a mess. And yes, she's been both at once. She's fed the hungry from back doors and sung hymns in battlefields. She's the prayer at the sickbed, the praise on the mountaintops. She's the mentor who stayed, the stranger who called you family, the hand in the hallway, the meal on your doorstep. She's the whisper of hope for the anxious, the voice of purpose for the searching, the quiet resistance of mercy in a loud, angry world. She's not perfect, but she prevails. She's weathered wars, governments, scandals, storms. Because when the church is working, really working, she's a glimpse of what could be, what should be. A movement born of mercy, sent to stir the world awake. She's not the hope of the world, but she carries it in cracked hands with a stubborn heart. Not born from man's invention, but God's beloved, meant to carry hope, to be light in dark places, grace in human skin. She stands, not because we held her up, but because he said, I will build my church. She is his body, his bride, bruised but breathing, flawed but chosen. When one part breaks, another rebuilds. When silenced in one nation, she sings in another. Through grief and gratitude, she stands. Through scandal and song, she stands, not because we never failed her, but because he never let her go. She is the church, broken and beautiful, battered and blooming, staggered but still surging, not perfect but present, not loud but real. She welcomes both prodigal and priest, walks with the wounded, stands with the persecuted, not the gatekeepers of heaven, but its messengers, not the audience to grace, but its evidence.
May the church rise, not with clenched fists, but with open hands. Not to claim power, but to carry presence. To walk where it hurts, to build where it's broken, to speak life where silence has lingered too long. May she rise, called, consecrated, courageous, bearing the name and the love of the one who still calls her his bride, his beloved, and says, "This is my body given for you." O, sa bukur, sa bukur. Kështë disa ere kam pa dhe prapë më pëlqen qa përshkrimi i bukur. Tashi, qova ca dorë të rukitje, po një të plot fare. Një të plot fare, sa bukur. Me njohë Zotit që filloi kishën e tij edhe kam bjetuar dhe lullzon në të njëjtën kohë. Që është, që ajo është mjeti me cilin Zoti Jezus ka zgjedhur për plotësu porosinë e madhe. Është që çdo njeri ta dëgjojë, çdo njeri ta njohë Krishtin, dhe asgjë s'mund ta ndaloj. S'mund ta ndaloj kishën e tij duke vepru, duke punu kudo nëpër botë, dhe ne jemi pjesë e asaj kishës globale në këto 15 vite që ekziston kisha, sa shumë gjëra kemi bërë nëpërmjet Perëndia nëpërmjet nesh, më eksakt. Kështu që sot këtë do doja të nxisja në lidhje me të mbledhurit bashkë. Shiko, nuk është të mbledhurit bashkë, nuk është aktivitet fetar që duhet me shku taj vendi edhe të nezish një qiri, po është mënyra për të afru më shumë, më afër me Krishtin, më afër me njëri tjetër, dhe ka shumë premtime, edhe gjëra të bukura sa herë që mblidhemi bashkë. Edhe po shifja do të marr, e kam përdor fjalën i mbjell në shtëpinë e Perëndis, sepse është tek Psalmi 92, edhe aty do lexojmë disa vargje e do nxjerrim 4 premtime. Çfarë thot Perëndia? Çfarë na ndodh neve kur jemi të mbjell, të rrënjosur në shtëpinë e Perëndis? Hajde t'i zbulojmë një të 4 këto premtime. Edhe është Psalmi 92, vargje 12 dhe 13 fillon. E thot kështu: "I drejti do të lullzoj si palma, do të rritet si cedari i Libanit. Ato që janë mbjell në shtëpinë e Zotit do të lullzojnë në kopshet e Perëndis." Është shumë e bukur. Janë mbjell ka kuptimin që shiko, tamam ka kuptimin është janë mbjell, janë shkullur diku edhe janë mbjell aty. Që ka kuptimin kur ti zgjodhe ti besosh Krishtit, ai na shkulli nga mbretëria e errësirës edhe na mbolli në mbretërinë e dritës, në mbretërinë e tij ku Krishti është mbreti. Edhe është ky grup, kjo kish, ky komunitet është pjesë e mbretërisë së Perëndis, pjesë e mbretërisë madhe të Perëndis. Vargjet më poshtë 14-15 thot: "Do të japim fryte edhe në pleqëri. Do të jenë të lullzuar dhe të blerët për të shpallur që Zoti është i drejtë. Ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai." Hajde zbulojmë 4 premtime që dalin nga këto 4 vargje. Edhe premtimi i parë është ky: "I drejti, i perëndishmi do të lullzojë si palma." Është shumë e bukur. Jetët tona do të lullzojnë kur mblidhemi bashkë në familjen e Perëndis. Se kam thënë, është premtimi i Biblës. Edhe lidhja që bën Davidi e bën me palmën, sepse është ka lindje mesme. Edhe me palmën që lullzon edhe në lindje mesme ku është shkretir, të gjesh një tuf palma, disa pemë aty, të rish të hi atyre, të jep shlodhje. Edhe po menoja, po nëse Davidi do ishte shqiptar, nuk do ishte hebre, me qa do krahasonte? Unë mendoj që do ta krahasonte me lullzimin jo të palmës, po me lullzimin e qershisë. A ka një foto këtu me i pemë qershie? E di pse e mor, e mendoj që dohet, se edhe kumlla ka lullet bukra, por kur qel qershia, nuk duken as degët. Kur lullzon qershia është aq që plot sa nuk duken as degët. Edhe pse e bën Davidi këtë lidhje? Sepse ideja është kjo: kur ne jemi mbjell në tokë të mirë, në një vend ku ti ushqehesh frymërisht, edhe në një komunitet të dashur, që do ndodhi? Do lullzosh.
Pse? Sepse rrejt e tua stabilizohen të fjala e Perëndis, edhe fryma e shejt është energjia jonë, ashtu si lëngu shtyn pemën të lulëzoj, fryma e shejt na shtyn neve që të lulëzojnë. Edhe në njëri mund thot, po, ti e pastor i kishës, për ne fol kështu. Edhe kam konflikt interesi. Kështu që, me që qenë ka kështu, ose nëse ti e mendove, ose po se mendove, mund ta kish menduar tash. Dua të citoj fjalët e një studimi që është bërë për këtë. Edhe e kam përmendur një herë tjetër, është një studim që është bërë në maj 2017, edhe përmbledhja e studimit është kështu: adhurimi të shkuarit në kish i bën mirë shëndetit. Edhe se bëhesh kurioz, bëj një foto dhe kërkoj këtë studimin Vanderbilt, edhe për të parë më shumë detaje, edhe nuk është i krishterë. Kjo është laik, është dikushi që ka bërë studimin në lidhje me çfarë përfitimi ka njeriu kur shkon në kish. Edhe titulli madje ishte shumë bombastik, edhe thohet besimi mund të jetë ilaçi mrekullibarës. Ky është titulli i studimit dhe vazhdonte. Njerëzit që shkojnë në kish janë më optimist, janë më të lumtur, kanë nivelin e stresit dhe depresionit më të ulët, edhe jetojnë më gjatë. Edhe pas Covidit është bërë një studim tjetër, sepse njerëzit përjetuan vetmin, edhe ky studimi tjetër edhe thotë që shiko, ajo që ai duhet njerëzve, i duhet ndërlidhja me njëri tjetrin për të ulë nivelin e vetmis, edhe studimi thonte, që prapë është studim laik, studimi thonte, bëu pjesë e një komuniteti të strukturuar, kur mund të misohesh dhe të kesh lidhje afatgjata, edhe ne sugjerojmë kisha është vendi ideal. Edhe është studim laik. Edhe e kanë thonë ato. Shiko, se mos më keq kupton në njëri, kisha nuk është vend magjik. Ke parasysh që vjeti këtu hy me djathën edhe të ecë marrë gjithë javës? Nuk është ashtu. Nuk është ashtu dhe nuk do doja kur të krijoj në i keq kuptim të tillë, sepse nuk funksionon ashtu, sepse njerëzit janë komplekse. Njerëzit janë, shëndeti është kompleks. Gjërat e shëndetit mendor janë shumë komplekse. Njeriu në vetvete është shumë kompleks. Por ajo që po thot studimi dhe ajo që dua të theksoj është kjo: kur ti je mbjell në një kish lokale, je mbjell në tokë të mirë. Edhe ka gjasa, shumë gjasa, që të lullëzosh. Edhe është kështu që kjo është nxitja ime. Shiko, është në njëri mund të thotë, po shiko se kam patë sa që lullëzojnë edhe kam patë sa që nuk lullëzojnë. Me që jam nga fshati, nëse ti ke një arë misër, edhe tek ajo ara misrit, e kultivon miell të njëjtat fara, i hedh të njëjtin ujë edhe çdo kujdes, po i gjetë çanodh. Her pas here, në misër thahet ose nuk lullzon si të tjerat. Ti thot, qa ka mëlla, se i loja kam bojë smetin, edhe këti, sepse është zgjedhja jonë personale, është për të marë ose për të mos marë. Kështu që dua shumë që në këtë udhëtimin tonë, si dishepull i Krishtit, edhe për të zbuluar qa ka Perëndia jashtë masë më shumë, dua shumë që ta vlerësosh këtë të mbledhurit bashkë. Sepse ka shumë vlerë. Edhe premtimi i dytë, kur je mbjell në shtëpinë e Zotit, i drejti do të rritet si cedari i Libanit. Që i bie, kur ti je mbjell në kishën lokale, besimi jo do rritet. Do rritet. Kur e mbjell në tokë të mirë, do rritet, do fuqizohesh. Davidi e krahason me cedarin e Libanit, edhe po mendoj prap, po ti je Davidi shqiptar. Pse e krahasoj me cedarin e Libanit? Sepse është një lloj peme që rritet shumë ngadalë, edhe për shkak se rritet shumë ngadalë, e ka trupin dhe trungun shumë të fortë. Edhe po mendoja, po ne kemi lisin, dhe jo lisa të lartë, thot në infrashi. Edhe nuk gjeta lisa të lartë, po gjeta këtë që ishte edhe i lartë, edhe i gjerë. Edhe këtë lisin, edhe, shiko, është tamam si kjo pema e lisit. është i drejti do të rritet si lis. Po t'ishte Davidi shqiptar do kështë përdor atë. Ose shiko, trungu i lisit
ka këtë zemrën e kuqe brenda, si të kafet errët, edhe ka ato të bardhën, pastaj ka lëvozhgën. Ajo pjesa brenda është aq e fortë, saqë nëse sopata nuk është e rëndë, edhe sopatës ja shtremron teun, sepse është rrit shumë ngadalë, edhe është rrit shumë i fortë. Edhe më vjen kur isha i vogël, nëse dikush te fshati do ndërtonte shtëpi, mblidheshin gjithë burrat e fshatit, shkonin mal, edhe merrnin pemë lisi për trar. Momenti që i sillnin, hiqe lukura, edhe hiqe edhe pjesa e bardhë, sepse krimi mund ta gërmonte, mund ta grynte pjesën e bardhë, por jo pjesën e errët. Edhe vendosej aty, edhe ato trarët manin gjithë peshën e shtëpisë. Gjithë, sepse shtëpit në Katun ishin me rasa, edhe ishin shumë të rënda, edhe mbanin gjithë ato peshën, që i bie që lidhje e bukur dhe për ne, kur ti e mbjell në kishën e Perëndis, edhe forcohesh, edhe fuqizohesh, i bie që ti mund mbash ngarkesa apo thirrjen e Perëndis, apo për të menduar për të tjerët, apo për të bërë për të tjerë. Pse? Sepse je i fortë. Je cimentu, mund ta përballësh se Perëndia të thotë bëj këtë ose bëj ato, ke guxim, ke forcë, ke energji. Por për disa, për ju që janë ndiqni online, ne njëri thotë sa mirë që jeni shqiptarët atje që mlidheni bashkë, unë jam në Gjermani këtu në Katun, edhe s'kam as i kish afër. Sa herë që dikush emigron nga kisha jonë, nxisim që të jetë pjesë e një kishe lokale, edhe nëse jeton në periferi të Gjermanisë, ka kisha gjithandej, po tha, lexon atje kisha ungjillore, por ku hy brenda, ngjan se kishë katolike. Me ca stola druni me kishë tradicionale 400-500 vjeçare. Shu disa shkojnë nëpër kisha, të tjerë them, shiko, ktheje dhomën e ndejes në kishë. I cëfaja është në YouTube, bizet e televizori, edhe ktheje, edhe këtë kemi nxit shumë persona, madje mbajmen Florin, nëse ju e mbani mend para 2 vjetësh, Flori filloi grupin e të rive në Skrapar, para 5 vjetësh Flori ishte mësuesi anglishtes në fshatrat e Skraparit, që na ndiqte neve online, edhe mblodhi grup të rish, edhe na ndiqnin te televizori, derisa para 2 vitesh e stabilizoi dhe është një grup plot me të ri atje. Edhe shiko, po prit tash. Nëse nuk më besoni që kisha online ka shumë ndikim, edhe çunat bëjnë punë bukur atje, unë do ftoj një skrapalie. Kështu që me i dorë të kitje, do të ftoj kunatën time të nderuar, Erin. Erin, mirë se erdhe. Ndize atë që. Shiko, Erin. Jam shumë e lumtur që jam këtu fizikisht. Faleminderit shumë. O shok, kur themun përshëndetje kunat nga ekrani, ja kunata. Po pse quhet kunati? Do të thotë ku dit. Edhe unë se pëlqej fare, më mirë ku dit. Ju që eri ka arë bashkë me burrin, me pushime këte, Po. edhe ju keni Kikin, Belën, Kemi edhe që është vogël Gjigji. Gjigjin, desh harova Gjigjin, Jemi lutur shumë për Gjigjin. ka qenë smur këta ditë. Po. Oher, le të kalojmë ca minuta bashkë. Kur ke dëgjuar për Krishtin për herë të parë? Për herë të parë unë jam lindur rritur në Skrapar, kisha 2 shoqe shumë të mira, që në shkollën fillore, erdhëm në Tiranë, unë studioja Akademinë e Arteve, kurse ato për biznes. Nëse mund t'i përmend, Alketa Qafoku, Anduela Lamçe, Alketa, janë ju përshëndesim. besimtare, njëra në Belgjik, njëra në Amerikë. Pra, kanik, online të dashura, zonja, na ndiqni online. Dhe i dashur i Ketës, bashkëshorti që ka tani, një besimtar nga Amerika, ndau Ngjillin, u shpëtova, isha shumë e lumtur. Shkoj them të dashurit tim, që është bashkëshorti im sot, unë jam me krishter, kam pranuar Krishtin, edhe nuk e dija çfarë përgjigje do kthente, në 95-a, ishim të 2 student, kur shoku i ngushtë i bashkëshortit i shpëtuar. Beson të dhej. Po, i krishter. Asa që. Dhe bashkëshortja e vet dhe prisja më shumë shok nga ai, por jo pata shumë support nga Lika dhe Liri. Ata ishin besimtar të përkushtuar,
që në fakt vërtet punonin çdo ditë për të rritur kishën edhe për të shpëtuar të tjerë. Kështu që plani i Zotit ka qenë shumë i butë edhe shumë i mirë me mua. Jam shumë falenderuese për këtë. Kisha online. Ti je në Londër atje, e ti na ndjek çdo diel. A ka ndikim pavarësisht se si je këtu fizikisht? Tani të them të drejtën, mua prapë sot mu duk sikur më fole mua. Ndoshta e kam problem personal se kjo është nuk është njësoj, si ti jesh këtu edhe të shikosh, edhe të vish në kish, edhe të takohesh, edhe të ndash problemet, edhe të lutesh bashk, nuk është. Nuk është edhe. Në pamundësi për të ardhur, është një zgjidhje shumë fantastike, sepse unë jam një nga ato si ai në Gjermani që kam shkuar në kish në Londër, por janë kisha... Te lagja jote duken më shumë si katolike se sa si... Ashtu janë. Dhe në qovë se shkoj larg, i bie që të shpenzoj gati 4 orë të dielave. Për shkuar diku. Po, dhe motra ime, nuk e di ai një Adën. Adën e njoh një bjonde bardhoshe. Ajo gjatë gjithë kohës më shtynte dhe sa herë fillon të kisha, në WhatsApp ma çonte linkun. Po unë nuk jam shumë mirë, s'kam marrëdhënie të mirë me telefonin apo me teknologjin, po asnjëherë se kam humbur lutjen dhe besimin. Çfarë do të fitoj se të humbas në jetë, nuk besoj që besimi që nga 95 derisa të mbyll syt unë nuk do lkundem asnjëherë, por nuk e ushqen dot, nuk rritesh dot. Është si ajo pema që sapo the. Do tokë, do diell, do nuk e di se çfarë do shoqëri. Gjë e fundit që ti ke marrë në kisha online, një varga, një inkurajima, një... Ka qenë një... Unë përsërisha jo shumë disponible, do më thënë, këtë vit kam humbur vetëm 2 të diela nga kisha... Gjithë vitin? Po, dhe pra të jam e mërzitur, po njerë udhtova, njerë... 4 ditë diela s'kam qenë unë, ti që kemë rregull se pastori. Unë kam humbur vetëm 2, goli është mos të humbas, por në gjatë një predikimi, ke thënë, në atë kohë isha duke thërritur, ulëritur, trishtuar, si që kemi gjithë hallet. Të shtëpia jote? Në shtëpinë time. Orli, çfarë po thonte? Në fillim ishte e vështirë, më mbyllnin derën e dhomës, edhe... Na çfarë veshët? Jo çfarë veshët. Na ngritë zëri. Po, vërtet, prap jo, përpiqja ta akomodoja veten, se mi 4 veta. Ti po përjetoje kisha aty. Kur thonë të Arbiona adhurojmë, ti ngre dur dhe adhuroje. Po, ky është sekreti i neve, ku janë online, aty po. Ky është sekreti jonë dhe unë dua t'i përshëndes, se ndonjëherë dukemi sikur nuk dukemi, po ne ju duam shumë dhe ju ndjekim shumë. Po që harroj në herë që jeni aty, do të kujtoj, online, ç'kemi? Edhe unë them, edhe shiko pak këtej. Por ama ne kemi një sekret që nuk mund ta bëni dot. Ju jeni ulur këtu të veshur, ne kur jemi pa qef, jemi me bizhame, me batanie, me filxhanin e çajit, kur jemi në humor jemi duke Jezus, do më thënë është që tani bashkëshorti thot Eri duhet filmuar çdo të diel. I kamer të fshet, se si adhuron Eri gjatë... Po ky është një benefit i madh që kemi, që ne, dhe unë dua vërtet që ti përshëndes ata online, edhe... Një fjalë të fundit. Nëse keni nevojë, duhet kemi dhe ne një kodin ton, ndoshta duhet të ngrem dorën, kur unë kam nevojë që ju të luteni për mua, dhe unë të lutem për ju, unë do jem numri 2 për ju, si që thot dhe fjala e shenjtë, aty ku mblidhen 2-3, unë do t'jem me styre, thot Jezusi. Kështu që unë do jem ajo dyshi dhe dua që t'jesh dhe ti për mua, edhe të kemi një tonin, hello, nuk e di përshëndetje, që të ndihmojmë njëri tjetrin, të rritemi. Dhe falenderoj CF-n, të falenderoj shumë. Unë jam ai fëmia Piziveng që lëviz një çika ndej këtej dhe Zoti përdor kishën online. Më flet dhe më... Hajde ktheu. Më mba në shina, po. Zoti bekov shumë. Ju duam shumë. Ju falenderoj shumë. Në sa qef. Edhe ju thoni që ato që na ndjekin online atje nuk din ç'a bëjmë ne këtu. Është... Sa bukur. Përshijem akoma. Sa të mirë kam kënatën? Cilë është premtimi i tretë? Se tham janë 4, cilë është i treti?
I treti është, do të japim frute edhe në pleqëri, do të jenë të lullzuar dhe të blertë, që ka kuptimin që, shiko, ndikimi jonë është i përjetshëm. Ndikimi jonë, që kur je i ri, sa ke marru shkollën, synimi jotë është ta arrish gjëra, do të bëj këtë, do të bëj atë, edhe ke gjithë të ëndra, kur kalon 50-at, është çik më ndryshe, fillot menosh, ç'a do lej pas? Se duke sikur bia i pasionit e ëndrave dhe menon më shumë për trashëgimin, ç'a do lej pas, edhe them, a do vazhdoj kisha kur të mos je mund, them unë një herë për vete. Por ky vargu është shumë inkurajim, sepse thot edhe në pleqëri do të japin frute. Edhe në pleqëri ato që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit, edhe atëherë do të japin frute. Kështu që për ju që jeni afër moshës pensionit ose jeni në pension, shkrimi thot përsëri do jepni frute. Edhe është shumë e veçantë, këtë do theksoja, në nabesën dhe dritën, drita sigurohet sa herë që vjen, t'i jap dorën e t'i buzëqeshi të gjithë dhe të jap atë gëzimin dhe energjinë e vet, dhe është shumë qef. Është shumë qef që në kish kemi gjithë grup moshat, edhe moshat e mëdha dhe çiftet e reja dhe të rriturit, është shumë gëzim që jemi pjesë e kësaj kishe. Shiko, e fundit jemi mbjell. E fundit të kjo, që jemi mbjell në shtëpinë e Perëndis, është për të shpallur, jemi mbjell të bërçar, për të shpallur që Zoti është i drejtë, ai është kështjella ime dhe nuk ka asnjë padrejtësi tek ai, që i bie. Dëshmia jonë, jeta jonë le të rrëfej besnikërinë e Perëndis gjithkohës. Gjithkohës le të rrëfem, ai është shkëmbi jonë, ai është kështjella jonë, jemi mbjellur në shtëpinë e Perëndis, Krishti është kështjella, ne jemi në një vend të sigurt. Shiko, kjo botë shkon her pas here në drejtime të ndryshme, por kur jemi mbjell në shkëmb, edhe i kemi themelet në shkëmb, pavarësisht fortunave apo çfarë do lloj gjëje, nuk do të lëkundemi. Shiko, së fundmi do jepja disa nxitje të shpejta, na herë them këto nxitje që do themun a shkojnë për ju apo jo, sepse ju jeni këtu, por mund të shkojnë edhe për ty që na ndjek online. Kështu që për t'ju kujtuar do t'ju nxisja këto gjëra. Së pari e janë në kish. Kjo do ishte nxitja e parë. E janë në kish. Di pse e themte? Sepse nuk dua që të ngjaj në formë legalizmi. E nuk dua që të marri mungesat apo çfarë do lloj forme. Por shiko, e vërteta është që jeta ngarkohet. Jeta ngarkohet, shtohet me 20 gjëra. Ka gjëra që na tërheqin vëmendjen që kur zgjohemi mes, edhe kur biem gjumë në darkë, edhe është pranë nxitja ime do ishte mbaje këtë gjë parësore. Mbaje këtë gjë parësore të ardhur në kish, sepse është fatmirësisht, a nxitja ime, ditë cila do ishte ti, për ju që jeni, nëse ti je vizitor, nxitja ime do ishte sa mirë që ke ardhë, edhe je vizitor në këtë kish, edhe do nxisja, hajde, shiko, vëzhgo, pyet, si është kjo, si është ajo, por pastaj, hajde në i pikë dhe thuaj, kjo do jetë kisha ime, familja ime. Nëse kjo nuk ngjit, kjo kish, kërko për një tjetër, sepse fatmirësisht, rrethi Tiranës, duke fut Tiranë, Vorë, Rogozhin, Kavaj, ka 98 kisha ungjillore bashkë me kishat në përfshatra. Është qef, ka shumë. E parma edhe se cila është unike, po për ty që je vizitor, zgjidh njërën edhe ngullu aty. Thuaj, kjo është shtëpia ime. Kjo është familja ime frymërore. Edhe nxitja do ishte mos kërko kishë të përsosur. Pse? S'ka për të pas. Do lodhe shkot. Nuk do e gjesh. Edhe po gjete kishë përsosur, aman mos hyti brenda. Sepse do jetë me përsosur. Pse? Asnjëri nga ne s'është i përsosur. Asnjëri nga ne s'është i përsosur. Edhe është një thënie shumë e bukur. Mund t'jesh i përkushtuar ndaj një kishe, dhe mund mos jesh i përkushtuar ndaj Krishtit. Thjesht të pëlqen, shkon e vjen. Por pjesa 2 çift çfarë thotë? Nuk mund t'jesh i përkushtuar ndaj Krishtit dhe të mos jesh i përkushtuar ndaj kishës, ndaj nusës së tij.
Që nxitja ime do ishte, eja në kish, merr pjesë në këto festimet që bëhen çdo të diel, sepse është për ty, të bën mirë ty. Si e thot ky zotëria që Dëllë Mudi thot kështu. Pjesëmarrja në kish është aq jetësore për një dishepull, sa që është transfuzioni i gjakut ndaj një sëmuri. Shumë e bukur, shumë përshkrim i bukur. Edhe është qef të vish në kish, nuk është hall. Pritet ta them me rim. Të shkosh në kish s'është detyrim, por është gëzim. E thash bukur? Shiko, kur filloi ICF-ja, nuk kemi pas asgjë për kalamajt, edhe çuna tonë mërziteshin. Edhe ndonjëherë thonin, prap në kishë të shkojmë, po çfarë bëjmë atje, do mërziteni. Atje s'ka asnjë gjë për ne. Edhe derisa më vonë filluam shërbesat e fëmijëve dhe gjërat e bukura që edhe ato kishin qef të vinin, edhe është qef të vish në kishë, sepse psalmi thot, ç'a tha Davidi. U gëzova kur më than, hajde shkojmë te ICF. S'ka qenë ICF atë. Hajde shkojmë në shtëpinë e Zotit. U gëzova shumë. Edhe u gëzova shumë që pash te kalendari që sot është diel. Sepse të dielën orën 5, ne mblidhemi bashkë dhe shkojmë në kish. Është mesatarja e krishterëve që shkojnë në kish është një javë po, një javë jo. Kjo është shumica. Shkojnë një diel pushim, një diel po, një diel jo. E do doja shumë që ne të ishim nona fare, si që jemi gjithandej. Ta bëjmë një javë po, një javë po. Edhe nëse s'ke mundësi, sepse ashtu janë gjërat, do ta gjesh online gjithkohon, sepse nëse jemi të mbjell në kish, edhe i vi me gëzim, do përfitojmë ne vetë. Edhe dyta është, ji me gjithë zemër aty. Ji me gjithë zemër aty, edhe pa krahasoj prap me pemën, me që kemi qenë duke përdor pemën gjithkohës. Edhe është pema që të rritet, ka nevojë të rritet lart, por ka nevojë çfarë? Të rritet nën tokë, gjithashtu, të lëshoj rrëjët, e të fuqizohet që të mbaj atë gjë lart, që kur vjen era fortuna, mos të rrëzohet, të mund të qëndroj, kështu që nxitja ime do ishte, kur vjen eja me gjithë zemër dhe kërkoj Perëndis, sot dua një fjalë. Nuk i maj mendot gjitha nga fillimi deri në fund, nga countdowni deri në fund, por ama vetëm një gjë. E thuj Zot, më jep një fjalë, një fjali specifike që shkon me situatën ku jam unë. Edhe ajo le të bëj eko gjithë javës deri kur të vi e diela tjetër. Edhe tjetër do ishte eja me dikë në kish. Fto dikë. Kush e ma vjen atë motën tonë? Kush është afër teje? Por është larg Perëndis. Fto dikë në kish. Te Luka 14 thot kështu. Nëse atëherë Zoti i tha shërbëtorit, edhe i tha, dil në për rrugët e Tiranës, dil të puna, të shkolla, për gjatë gardheve, të komshit, edhe, të thot, detyroj t'yn, po thujo të vi. Nxitet vim, pse? Perëndia do që shtëpia e tij të jetë plot. Edhe që kemi akoma cave në bosh, që kjo do ishte nxitja, ajde me t'i kënë në kish. Edhe kur kemi këtë lloj përkushtimi, tash e pa dashje do krijohet një lloj tensioni. Kur ti do kishën shumë, do të shkosh çdo të diel, e do të shkosh për të marrë diçka, do krijohet një lloj tensioni. Sepse nëse ti e dedikon këtë kohë të ardhur në kish, ku ja hoqe? E ke heq diku që ke bërë këtë. Do krijohet një lloj tensioni. Edhe thash, është majmen kur çuan tonë ishin të vegjël, kishim sporte për ditë. O ishin sport, o ishin ndeshje, o ishin ndeshje prap, o kishe diçka me shkollën, o kishim i ditëlindje, ishim gjithkohën në lëvizje. Edhe ishte që shiko, dakord, mund të jemi gjithkohën në lëvizje, por të dielën 2 orë të shkojmë në kish. Edhe ose mbajmë kur era në Tiranë para 23 vitesh kur martova me Adën, filluan të vinin kushërit për vizitë, po i qete kur vinin kushërit për vizitë. Të dielën 1 orë para se të niseshin për kish. Arritëm pikën dhe thonë, shiko, ne dhe shkojmë kish, po kur të vim ne? Ne vetëm dielën jemi përshim se jemi punë. Edhe dielën ti sa do të shkosh kish, ta shiko, hajdeni me ne në kish. Hajdeni me ne. Edhe është nxitja tjetër cila do ishte eja për të dëgjuar nga Perëndia. Sepse besojmë në këtë udhtimin tënd të dishepullit, në udhtimin tonë secilit të dishepullit, Perëndia ka për të na zbuluar jashtëmase më shumë, por hajde me pritje.
hajde me pritje të thuaj, Zot, po shkoj, po e dua një fjalë. E dua një varg, e dua diçka. Sepse përderisa besojmë që prania e Zotit është këtu, atëherë duam që ai të na flas. Por nuk duam të na ndodhi siç i ndodhi Jakobit. E di çfarë ndodhi Jakobit? Zanafilla 28 vargu 16. Jakobi po ikën në arrati larg sepse u zu me vllajën dhe po shko te shtëpia e dajës, edhe rrugës është i lodhur, edhe ja fut qumit, edhe aty vjen prania e Perëndis. Edhe kur Jakobi, vargu 16, atëherë Jakobit i doli gjumi dhe tha, me siguri Zoti është në këtë vend. Sepse ndjeu diçka që ishte aty. Edhe sa herë që takohemi bashkë, ku dy ose më shumë mblidhen bashkë, prania e Zotit është aty dhe ju vetë dëshmojnë dhe shumë të rinj dëshmojnë, e ndjejmë praninë e Perëndis kur vim te kisha ICF. Por nuk do doja të ishim të shkujdesur që të na ndodhte pjesa e fundit. Jakobi tha kur i doli gjumi, me siguri Zoti ishte në këtë vend, po ku i është kredi? Unë s'dija gjë. Unë nuk dija gjë, kështu që kjo dhe ishte e fundit fare. Mos e merr për të mirëqenë mundësinë që kemi për të shkuar në kish. Është privilegj, është qef, është gëzim. Mos e merr për të mirëqenë. Hajde se aty është prapë Altini Avostitës, kur do ikë ai, ka ne punë tjetër. Mos e merr për të mirëqenë. Le të jemi të mbjell në kishën tonë lokale, thu, kjo është kisha ime, kjo është familja ime, edhe dua që të lullëzoj aty, dua të fuqizohem aty, dua që Perëndia të mos zbuloj gjëra në aty. Apo si jemi në këtë vit, kush është fjala e vitit, kush e pamen? Lartësi të reja. Apo si jemi edhe në këtë vend, në këtë kohë, që presim që Zoti na zbuloj lartësi të reja dhe besojmë, ai ka më shumë. Edhe këto let i zbulojmë bashkë. Edhe kjo ishte një nga gjërat të mbledhurit bashkë, si Perëndia na zbulon gjërat që ai ka për ne. Jam shumë i njohur Zotit për këtë kishë, që të thotë, jam shumë i njohur Zotit për ju, sepse kisha ndërtesa jemi ne, gurët e gjallë në tempullin e Perëndis. Hajde lutemi. Hajde lutemi bashkë, ti jemi i njohur sot, që secili prej nesh sot mund ishe diku, po erdhi këtu për të kujtuar vetes e për të thënë ty, ti je i pari. E sot bëjo Perëndi, që kjo familje, kjo kish, dohet fuqizuese për secilin prej nesh. Ndërkohë që lëshojmë rrej edhe stabilizohemi në këtë kish, na fuqizo. Bëj që do lullësojmë, bëj që do japim frutë, bëj që do fuqizohemi. Duke ditë që prania jote është, duke ditë që kemi njëri tjetrin. Zot, faleminderit. Zot, faleminderit. Edhe doja që të luteshim për sfidat që mund ketë në njëre, do doja të bashkoheshit bashkë me mua, nëse dikush ka një sfida, siklet, nëse të kujtohet Roni, durë Roni, daje Ronit ka ndërru jetë sot, nëse s'po më kujtohet kush ishe dhe një siklet tjetër, por dhe të lutemi bashkë për njerëzit që i njohim. Sot ti na ke dhënë privilegjin që të vim para fronit. Edhe ne vim para fronit, në emrin e Jezus, edhe kërkojmë. Ati lutesh atit për dike. Luto atit dhe ndërmjetëso për dike. Zot, lutem në emrin e Jezus. Lutem për familjen e Ronit Durrës, për sfidën që po kalojnë. Që ti do jesh aty, do i fuqizosh. Lutem për thuaje. Nosha ke një koleg që po kalon sfida. Nosha ke një kushëri, nosha ke një siklet vetë, sile para Perëndis. Zot, e sjell para te, edhe ndërhy para fronit tënd, sepse e di kush je, e di që mund bësh. Kërkoj në emrin e Jezus. Thuaj atij çfarë po kërkon. Faleminderit o Zot, që veshët e tua nuk janë të rënduara, krau jot nuk është i shkurtër.
po je gjithmonë sy e vesh duke na pa, duke na dëgjuar e duke vepruar në emrin e Jezus. Vepro në jetën e secilit. Na fuqizo Perëndi, edhe bëj që të shkëlqejmë ty këtë javë. Na jep mbrojtjen tënde, favorin tënd gjithë të javë. Na jep mundësi për të dëshmuar për ty. Faleminderit Jezus. Jezus, faleminderit që do kishën tënde, nusën tënde, aq shumë sa vdiqën në kryq për të. Faleminderit Jezus që vdiqën në kryq për mua, për ne, për gjithë. Zot Jezus, faleminderit. Nuk dua ta mbyll lutjen, do doja të shtyhet, ndërkohë që çohemi bashk edhe adhurojmë, edhe do doja që të vazhdoje të lutesh. Vazhdo lutu, nëse ke lutje falënderimi, lutu me fjalë falënderuese, nëse ke një sfidë, kërkoj sfidë atij, edhe mbyllë ti lutjen në fund.